الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falëndërime dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatet, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Than njerëz të mençur, njerëz me urtësi. Shay'ani la yaduman. Ash-shababu wal-quwa. Dy gjana nuk janë të vazhdueshme. Janë afat shkurtë. Rinia edhe forca. Wa shay'ani yanfa'an. Dy gjana tjera janë të dobishme. Zemërgjësia dhe morali I mirë. Wa shay'ani yarfa'an. Dy gjana tjera e ngrisin njeriu, at-tawadu'u wa qada'u hawaijin nas, thjeshtësia dhe me I kry punë njerëzve. Wa shay'ani lil bala'i yadfa'an, dhe dy gjana e largojnë belan, e largojnë sprovën, e largojnë problemin, as-sadaqatu wasilatur rahim, sadakaja dhe mbajtja e lidhjeve farefisnore. Për të gjitha këto fjalë kemi argumente nga Kurani edhe Suneti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto këshilla të njeriu të urtë janë këshilla shumë të rëndësishme. Për shkak se ndodh shpesh, mos thamë shumicën e rasteve, që njerëzit t'i kërkojnë gjërat me vlerë aty ku s'duhet. Të kërkojnë lartësi aty ku është poshtrimi. Të kërkojnë lehtësim aty ku është vështirësia. Të mendojnë se janë përgjithmonë duke vepru gjana që janë afat shkurte. Për këtë shkak vendosa me I thonë disa fjalë rreth këtyre këshillave të shkurtra, do me thonë se nga ana e njerëzve të urtë, e njerëzve të dijes. Dy gjana nuk janë të vazhdueshme, janë afat shkurte. Këto që I përmenda, 4 pikat, me cilat e fillova hutben, në mos mbajshim mend diçka prej hutbes, bile
këto pikat kryesore ti mbaj mend. Mbaje mend mas pakti, e do ta përsëris disa herë, se dy gjana janë afatshkurte, nuk janë për gjithmonë, nuk janë të vazhdueshme. Rinia edhe forca. Rinia është një periudhë kohës, e cila kalon shumë shpejt. Ju që jeni të ri, nëse doni me ditë praktikisht, dhe nëse doni me e pa me sy, se si kalon shpejt rinia, përkujtojeni pak për fëmirin tuaj. Përkujtojeni pak për periudhën e fëmiris. Ku e keni? Ka shku shumë shpejt, apo? Ajo që ka shku shumë shpejt janë pyetje 20 vite. Janë pyetje 15 vite. Nuk janë pyetje 2, 3, 5, 10 dit. Është në pyetje 10, 20 vite kanë shku shpejt. Kështu njëjtë kalon edhe periudha e rinis. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala, kullu man alejha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Dhe tha Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu alladhi khalaqakum min dha'f, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Është ai Allahu që ju krijoi juve dhe ju ishit të dopt. E pasoj dopsie ju dha kuvet. E pas ti kuveti erdh përsëri dopsia dhe të thinjurat. Kretë kjo periudhë ka kalu shumë shpejt. Ishit të vegjël, ju krijoi Allahu prej asgjajt, e pastaj për një pikë ujë e cop gjakut, e pastaj një periudhë të gjatë kohore të fëmirisë, periudha vendimtare për jetën e njeriut të mëtutjeshme, e pastaj prej kësaj fëmirie që ishit të dopt, që s'patët kur gjanë dur tuaj, Allahu a dha rinin dhe fuqin, edhe kjo periudhë kalon shumë shpejt. Edhe kjo periudhë kalon shumë shpejt. Edhe forca kalon shumë shpejt. Muskujt hargjohen, lodhen, boshti kurizor lakohet. Kthehemi se kemi qenë fillim të dopt. Ashtu sikur fëmija që ka nevojë për një gotë ujë, për një ndihmë elementare që duhet më ndihmue, njëti vjen njeriu të periudha pas një periudhe të gjatë në thojza po tham, me pas nevojë për një gotë ujë prej dikujna. Me pas nevojë me kap dikush për dorë dhe me ia kry ndonjë punë prej punëve elementare që s'ka mundësi mi kryma. Këto dyja mos t'i harrojmë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idhtanim khamsan qabla khamsin. Shfrytëzoj 5 gjana para 5 të tjerave. Shababaka qabla haramik. Shfrytëzoje rinin të ande para pleqnis. Shfrytëzoje se është duke shku shumë shpejt. Shfrytëzoje se është duke shku shumë shpejt. Wa sihhataka qabla saqamik. Shfrytëzoje shëndetin para sëmundjes. Shfrytëzoje pasurinë para fukarallokut. Shfrytëzoje kohën e lirë para preokupimeve. Shfrytëzoje dunjan para ahiretit. Koha e lirë, rinia, shëndeti janë shumë të rëndësishme vëllezër. Vetëm atëherë kur vjen ajo e kundërta e këtyre, na e kuptojmë dobinë. Sa herë di me përshpëri gjuha e plakut sikur të kisha qenë i ri.
E sa herë din me përshpërit gjuha të sëmurit, sikur të kishëm qenë i shnosh. E sa herë din me përshpërit gjuha e fukaras, sikur të kisha pas pasuri. E sa herë dhe shumë herë din me përshpërit gjuha e njeriut i cili thot lëm të mi kësaj bote në qastet e fundit dhe i thot Allahut Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kella innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Sa din me përshpërit njeriu në qastet e fundit të kësaj bote, duke i thënë Allahut Rabbi rji'un, o Allah kthem prap. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Me shpresë që unë të bëj punë të mira në atë që kam praktis në jetën e kësaj bote. Këto çaste janë shumë shpejt. Ky moment ka marrë shumë shpejt. E Allahu i thot njeriut, kella, asnjëherë. Innaha kalima. Kjo është vetëm një llavë goje. Kjo është vetëm një përshpëritje. E me të vërtetë pas kësaj është jeta e berzakut, jeta e varrit deri ditën kur do të kthehemi, të ringjallemi, dalim para Allahut subhanahu wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këshillin Ibn Abbasit kur ishte i vogël, ja hulam inni uallimuka kalimat. O djalosh, po du me të mësu do fjalë. Ihfadhillaha yahfazka. Ruaja Allahun, Allah të ruan ty. Ruaja Allahun në rinin tënde. Ruaja Allahun kur je i ri, Allahu ka me të ruajtur pleçni. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbasit, afrohu te Allahu me punë të mira. Kur je rahat, Allahu ka me të ndihmu ty kur ke me pas nevojë. Po them, afrohu te Allahu me punë të mira në rinin tënde. Do ta gjesh bereqetin dhe begatinë e Allahut atëherë kur Allahu ka me të shtynë mosh. Ruaja Allahun kur ki fort. Kur je i fort, kur je me muskuj, kur je me autoritet, kur je me nam, ruaja Allahun. Dije se rinia është emanet. Rinia është emanet. Ka me të marrë në pyetja Allah për këtë emanet. Dije se forca, kuveti, pushteti, nami, është përgjegjësi. Ka me të marrë Allahun përgjegjësi. Ka me të marrë Allahun llogari për këtë përgjegjësi. Kujdes dhe shumë kujdes. Mos me shfrytzu këto të dyjat aty ku nuk është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Me shfrytzu rinin në nënshtrim ndaj Allahut dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një prej 7 njerëzve, një prej 7 kategorive të njerëzve, që do të jenë në hijen e arshit të Allahut ditën e gjykimit, një prej këtyre është një i ri zemra të cilit ka qenë e lidhur për xhamin. Një i ri zemra të cilit ka qenë e lidhur për xhamin. Kujdes, kalon shumë shpejt. Kalon shumë shpejt. Forca, kalon. Kujdes, mos me shfrytzu në zullum dhe padrejtësi. Mos me shfrytzu namin aty ku nuk është i kënaqur Allahu. Mos me shfrytzu autoritetin dhe forcën për mi bë padrejtësi njerëzve, po me shfrytzu për me kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Me shfrytzu për me arrit xhenetin e Allahu xhela xhelaluhu. Tha Imam Wirdi, Allahu e mëshiroft, wattaqillaha fataqwallahi ma jawara qalba imri'in illa wasal. Ke frikë Allahun se më të vërtet takvallahi nuk hyn zemrën e njeriu vetëm se e lidh ata. E lidh ata me njerëzit, e lidh me Allahun dhe bëhet njeri i mirë. Laysa man yaqta'u turqan batala, innama man yattaqillaha al-batal. Nuk është burr, nuk është trim ai i cili i del zot rrugëve. Nuk është trim, nuk është burr ai i cili i pret rrugët. Innama man yattaqillaha al-batal. Trim dhe burr është ai i cili ka frikë Allahun xhela xhelalu. Trim dhe burr
është ai I cili ka frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Kutiba al-mautu ala al-khalqi fakam falla min jayshin wa afna min duwal. Taj më mërdi, kutiba al-mautu ala al-khalqi, I është shënu, ju ka shkrujt vdekja krijesave, sa ushtri janë shpartalu dhe sa shtete janë shkatru. Ushtri, jo 2, 3, 5, 15 veta, jo një brigat, ushtri të tëra janë shpartalu. 30.000 me 200.000 në luftën e Jermukut është shpartalu ushtria e Bizantëve dhe kanë fitu muslimanët. Njëjtë kështu kanë qenë numrat në luftën e Kadisisë. Mirë po, kush I ka udhëheq të ushtri të muslimanëve me numër të pak? Ata të cilët ishin burra dhe trima. Jo se ishin të fortë me trup, po pse ishin të fortë me takvallëk dhe devotshmëri ndaj Allahut subhanahu wa taala. E udhëheqi luftën e Kadisijës Sa'd ibn Waqqas radhiyallahu anhu, edhe pse nuk ishte prezent në fushë betejë për shkak të një sëmundjes të nervit shiatik, mirë po e udhëheqte luftën prej jashtë dhe fiton luftën muslimanët. E fiton luftën e Jermukit muslimanët në udhëheqjen e Ibn Jarrahit radhiyallahu anhu, Abu Ubejde bin Jarrah radhiyallahu anhu. Dhe nën kujdesin e Khalid bin Walidit. Mirë për këto burra, ishin burra pse kishin frikë Allahun, jo për diçka tjetër. Nuk ishin burra dhe trima të cilët janë të pakujdesshëm ndaj haramit. Jo, eminu hadhihi al-umma. Besniku I urti këtij ummeti. Dashur Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu me elan në khalifet e muslimanëve Abu Ubejden, sikur të ishte gjallë. Prej kolerës në Sham, vdeqë, radhiyallahu anhu. Sikur të kishte qenë gjallë, kishte qenë pasardhës I Omer ibn Khattabit, radhiyallahu anhu. Me çka? Me takvalluk, me devotshmëri. Dhe thot Imam Wirdi, Ejna Nemrudu wa Ken'anu wa man malaka al-ardha wa walla wa azal. Ku është Nemrudi? Një prej mbretërve me pushtet më të madh në tokë. Ku është? Ku është? Ku është Ken'ani? Një prej mbretëve të arabëve. Ku është? Wa man malaka al-ardha wa walla wa azal. Ku janë ata të cilët patën pushtet mbi tokë? Ku janë? Shkuan, u larguan dhe u harun. Lumë për ata të cilët shkuan dhe përmendën për të mirë. Mirë për ata që shkuan dhe përmendën për të keq. Sikur rasti I të padrejtëve. Ejna men sada wa shada wa banu halaka al-kullu wa lam tughni al-qulal. Ku janë ata që ishin zotëri, ishin udhëheca. Ku janë ata të cilët u shkonte urdhin vend. Ku janë ata të cilët ndërtuan halakel kull, të gjithë vdeqën, të gjithë shkuan, dhe s'ju bani dobi kur gja. Ejna arbabul hija ahlun nuha, ejna ahlul ilmi wal qawmul uwal. Ku janë njerëz të mençur? Ku janë njerëz e urtë? Ku janë dietarët? Ku janë njerëz e ilmit? Ku janë gjeneratat e para? Krejt kanë shku. Çka tha shejhu? Tha se yu'idu Allahu kullam minhum wa sayajzi fa'ilan ma qad fa'al. Krejt kam I kthy Allah subhanahu wa taala. Prej Ademi alayhis salam deri te I fundi, krejt kam I kthy Allahu xhalla xhelaluhu. Se yu'idu Allahu kullam minhum. Krejt kam I kthy Allahu xhalla xhelaluhu dhe kam I shpërbly në bazë të veprave që I kanë bërë. Në bazë të veprave që I kanë bërë. Thot Hasan al-Basriju, ja ibn Adam, innama anta ayyam, fa idha dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. O biri Ademit, ti nuk ke kur gjë tjetër, jashtë se disa ditë të numruara. Çdo ditë që kalon një pjesë jote.
Çdo ditë që shkon një pjesë e jote. Këshire sa të ka shku dhe sa të ka mbet. Banë llogarin me atë përqindje që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se sa jeton umeti i tij. Na nuk e dim sa jetojmë. Mi vë përqindja i umetit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mes të 60-tave dhe 70-tave. 60-70, këtu është përqindja. Tash ti këshire sa të kanë kalu për jetës. Sa të kanë kalu prej ditëve. Kanë kalu shumë vallahi. E prej asaj që të kanë kalu. Këshire sa të kanë kalu në gjumë. E këshire sa të kanë kalu në punë. E këshire sa të kanë kalu në lojë dhe në zbavitje. Dhe pastaj bana e sap vetën. A je gati me dalë para Allahu xhela xhelaluhu, kurse vdekja është e fshehur, nuk e dim, ka mundësi tash në këtë moment të dikush me vdekje dhe me shku te Allahu subhanahu wa taala. Perëndohuni dhe kthehuni te Allahu subhanahu wa taala. Tha Ibn Jauzi, Allah më shëroft, është obligative për njeriu që t'ia din vlerën kohës së tij. Është obligative, patjetër. Njeriu të ndalet mediton dhe t'ia di vlerën kohës dhe zaman të cilën ai jeton. Mbajeni mend, rinia edhe forca janë afat shkurte. Se keni për gjithmonë. Kanë me kalu shumë shpejt. E dyta, samahatu nafsi wa husnul khuluq. Zemërgjësia dhe morali i mirë. Çka tha Ibn Qayyim? As-samaha, tha, fjala as-samaha do të thonë khuluqun yajma'u lin al-janibi wa badl al-ma'ruf wa ihtimal al-adha. As-samaha, apo kur përkthehesh do të thonë zemërgjësi, do të thonë i përmbledh këto cilësi. Njëri but, njëri lehtë, badhul ma'ruf, ban khair, ban mirë, dhe ban sabër pa drejtësi ndaj tij. Ban sabër i mbart mbi supet problemet. Edhe ka lënë jetën kështu. Këto dy gjana i bëjnë dobi njeriut. Në qoftë se në kohën e rinisë dhe të forcës ka qenë kësi njeriu i but me bëmirësi dhe ka po sabër dhe ka pos moral të mirë, edhe atëherë kur kam i u pushteti veç një fjalë me thonë e dritë tokën e Allahu xhela xhelalu. Edhe atëherë kur është i dopt, edhe atëherë kur është i shtrim shtrat, prej shtratën e tij një fjalë me thonë dridhet dunjaja. E përmenda Sa'd ibn Waqqas radiallahu anhu. Në luftën e Kadisijës ka qenë krye komandanti muslimanëve. Ka qenë një sëmur prej nevit shiatik. E kanë vendos me një shtëpis, me një vend paksi lart, që ta shef fush betejën. Dhe prej atje ka dhënë urdhna dhe muslimanët kanë fituar luftën. S'ka qenë patjetër me qenë teren. Me çka? Me takë vëllës. Me bëmirësi. Me khajrate. I përgëzuar me xhennet. Prej parëve që pranojnë Islamin. Samahatu nafs. Dy gjana bëjnë dobi. Zemërgjërsia, që do me thonë, i but, ju ban mirë tjerëve, edhe ban sabër, i mbartë përgjithësit mbi supe. I mbartë problemet mbi supe, ban sabër. Kjo do me thonë zemërgjërsi, edhe morali i mirë. Këto dyja bëjnë dobi. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la ala khuluqin adhim. Me të vërtetë o Muhammed, ti je me një gradë të lartë të moralit. Dhe tha Allahu, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Me përkthy shit, kështu përkthehet, dhe pastaj çka kanë thënë dietarët e përmendim. Khudhil afwa, mashira.
wa'mur bil urfi, urdhron në të mirë, kanë thonë dietarët, urdhron në la ilaha illallah, wa arid anil jahilin, dhe shmangju ignorantëve. Është transmetuar se kur ka zbrit ky ajet kuranor, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Xhibril alayhis salam, çka është kjo? Xhibril alayhis salam i tha, la edri, nuk e di, hatta as'ala, dhe i sta pyes Allahun subhanahu wa taala. Pastaj u kthite pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, inna rabbaka ya'muruka an tasila man qata'ak. Allahu të ka urdhnu ta lidhish, ta mbajsh lidhjen me atë që e ka prej. Ai e ka prej me ty, ai s'fol, ti me i fol, ai s'vjen, ti me shku, ai s'thirr, ti thire. Kjo moral i lartë. Kjo moral shumë i lartë. Neve çka na ndodh? Pa be vëlla, ka me lut ata, ki me lut se s'u kur gjë. Ka bërtha njëta shumë shpejt. Lutet se s'u kur gjë. Thire se s'u kur gjë. Trokita deri se s'u kur gjë, s'u kur gjë. I tha Allahu ka urdhnu që ti mbajsh lidhje me atë që i ka prej. Wa tu'ti man haramak, ti japsh atij që s'ka dhënë. Ti japsh atij që s'tjep tyje. Wa ta'fu amman zalamak, dhe t'ja falësh atij që ka bërë padrejti. T'ja falësh atij që ka bërë padrejti. A le të kjo? Ama kjo ban dobi. Ai zullumçari që bën zullum, po foli zullumçari për muslimanëve, se qafirat. Zullumçari për muslimanëve, dikush bën padrejti në rrethin tan, familjen tan, në shoqërinë tan dhe kështu me radhë. Edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe qafirave ka fal. Po të allon gjendja për gjendjes. Se cila gjendje e ka situatën e vetë, e ka raportin e vetë. A o letë me ja falë dikujt që ka po zulluma? Sa letë, valla. Ama me ja falë, a fiton zullumqari, a fiton ti? Fiton ti. Me i dhonë ati që s'tjep, a fiton aj, a fiton ti? Sa i s'ka dhonë, kur i jep ti a eshto pasunit. Dhe jo vetëm pasunit, dhe shumë zona tjera. A fiton ti aj, ti fiton. Kur e thit dikam telefon ti, që të ka harru tyje, a fiton ti, a fiton aj? Fiton ti. Se ti është i pozicion të keqat. Ti e bën ata më uni keq. Stakfurullah, i më thile. A i erdh, a i më foli. A i ban ftyra mës me foli ti, se së kur gjanë në kohë. A është për muslimanve, a është për vllaznive, a është për të uzumve. Ki probleme për problemeve, fali se së kur gjanë. Fali valla se është i siklet ata. Shkoj se ata është i siklet, ti si i siklet iq. Pse? Se kjo është morali i lartë. Shu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum khuluqa. Tha njeriu më i dashur për juve dhe më së afërmi me mua ditën e gjykimit, ka me qenë ai i cili është me moral më të mirë. Çka është morali? Akhlaqi, çka është morali? Morali është kallopi i mbrendshëm i njeriu, kallopi i shpirtit, karakteri i njeriu, tabiati i njeriu. Mas afërmi me pejgamberin sallallahu ditën e gjykimit dhe mas shumë diçka i do pejgamberi sallallahu ditën e gjykimit, janë ato që janë me karakter të Kur'anit dhe Sunetit, janë me tabiat të Kur'anit dhe Sunetit, janë me akhlaq, me moral të Kur'anit dhe Sunetit. Kështu kuptojeni moralin, kuptojeni kështu tabiatin. Çfarë tabiati ki? Ai tabiat i rama, tabiat i leta, çfarë tabiat e ki ti? E tabiatet tua, asë cilë e menon që tabiat i vetë është më i miri, tabiatet tua nxjerrin pasqyrë ka Kur'anit, edhe këshire pastaj. Ku ka nevojë me prej diçka, me largu diçka, largoj. Ku ka nevojë me shtu, shtoj. Dhe kjo është më e mira, dhe më e dashura, dhe më së afër me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ditën e gjykimit. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me të vërtetë jam dërgu për t'i plotësu virtytet e larta morale, për t'i plotësu moralin e lartë. Erdhë një prej nomadët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kapi për qafe, e ja shtrydhi mirë këmishën deri, a disa i ka shtrydh. Thot transmetuesi deri sa i la shenja në qafë. Ja la shenjën në qafë.
dhe i tha, bjerë për pasunis, se sa jotja. Sahabët të vërsulën me nalë, për asa mi ndali. Të tama, i dha pasuni dhe shkoj. Qëka që? Para me ndove dikur sot neve, veç pak me lakëshu i shtrend. Luvë bënë në. Më të vënu këthimin e mesajit. Luvë bënë në. Edhe kuj di qka. Pejgamberi së stem, njeri më i mirë. Shkoj një në gjitë për qafe. Ja shtrydh qafe. Ja le një shamë. Ja le shenjë. Dhe pejgamberi së stem, nuk thot kur qa. Dhe më thonë, ja kalon shenjë trupin e ti. Ama ja kalon shenjë karakterin e ti, jo. Hecë, a i shek të deve? A i shek të deve? Meri kenja dhe hecë. A disa deve? Një lugin me deve. Një lugin me deve. Një deve 3.000 euro. Ta zona mas, sot 3.000 euro, jo 5.000 të naltë është. Po 3.000, që pezona 1.000 euro një deve. Një lugin me deve, o musliman. Hecë, shko. E mur devën e parë, eci, edhe ka shkoj këtë kjo, shkojnë të Muhamedi sa i supit këpi fakarallëkit. Shkojnë të Muhamedi, sallallahu alaihi wasallam, sa i nuk u tut ke prej fukarallëkut. Pra kjo është morali i mirë. Kulminacioni i moralit, momenti i hakmarrjes, çlimin e Mekkës. I mbledhi pejgamberi sa Kurejshit, edhe ju tha, qka thuni? Qa kam ju botash? Tha, ti e vllai i mire, djali i vllavit mire, ti e kështu, e ti e ashtu, fillon me provoj moralet e mi, pejgamberi së stem. Tha, idhhebu antum mutolaka, tha, shkoni se jeni të lirë. Shkoni se jeni të lirë. Nuk shkoj shumë, e pranon këtë islame. E pranon këtë islame. Për pos filanit që urdhnoj me i vra pejgamberin së stem, pastaj edhe atyru a fali. Sallallahu alaihi wasallam. Kjo është morali i mirë. Dy gjana bëjnë dobi. Zemërgjërsia, nklapa, butësia, me u bo mirë njerëzve, edhe me i mbajt vështirësit mbi supe, me posaba. Dhe morali i mirë, to bëjnë dobi. Sa herë që njeriu i ka këto cilësi, to i bëjnë dobi çdo herë njeriu. E treta, dy gjana e ngrisin njeriu. Thjeshtësia. Sa më poshtë, kryen, sa më për tokë, aq më lart. Kryen sa më lart, sa më fodoll, më i poshtruar, më i nënçmuar, më i përfolur për të keq. Dy gjana e ngrisin njeriu. Thjeshtësia edhe kryerja e problemeve të njerëzve. Me ja kry punë njerëzve. Me ju ndihmu njerëzve. Këto dy gjana e ngrisin njeriu. Tha Allah në Kur'an, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna. Dhe robët e Allahut janë ata që kur ecin tokë, ecin me thjeshtësi. Ecin për tokë, nuk ecin për havaje. Kur këshyrin për tokë, kur ecin, këshyrin për tokë, nuk këshyrin për havaje. Nuk ecin me fodollok. Qështa Allah për krye lartë, tha, walen të khrikal arda, do ti së ne pushton tokën, së mund është me pushtu tokën. Se ka sa herë, gjdo herë, dikush ma i fortë se ti, dikush ma fodoll se ti, dikush ma krye lartë se ti. Por robët e Allahut janë ata cilët kur ecin tokë, ecin me thjeshtësi, thjesht, klejt, dbu, tafërt, trafsht. Kështu janë robët e Allahut subhanahu wa taala. Tha Allahu, tilka ad-daru al-akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Dhe ajo është bota tjetër, ahireti, xheneti, të cilën na e kena bë, e kemi përgatitur për ata të cilët nuk dojnë krelartësi në tokë, dhe nuk dojnë fesad në tokë. Nuk dojnë fodolluk, nuk jetojnë me fodolluk dhe krelartësi. Po janë thjesht, janë të lehtë, janë të rafsht, ecin për tokë, nuk ecin për havaja.
Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min al-kibr. Nuk hyn në xhennet ai i cili ka një grimës të atomit kryelatësi në zemër. Me të smetim nuk kanë erë në xhennetin. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Nuk ndodh që dikush të jetë i thjesht, të jetë i përulur për hir të Allahut, vetëm sa Allahu ka më ngrit. Kur ka probleme, kur ka paqartësina, kur ka kundërshtime, kur ka fesad dhe zullum dhe nuk dihet kush është zullumçari, kush është fesadxhia, ai që lëshon udh, ai që e hun shkrijen, ai që mshel gojen, ai që bën se s'u kur gjë. A më i mirë apo ai tjetri me cilësitë e kundërta? Sa herë ky i pari është më i mirë. Ai që un kryen tamam, usos edhe ishte shtëpia, që ky sa herë është më i mirë. Ai që s'fol, hesht, tamam. Këra më hesht. Dunjaja e shkurt. Dunjaja është e shkurt. 60, 70, 80, 90, 100 vjet. Shkurto. Dalin mejdan gjitha xhanat. Nuk ndodh që dikush për hir të Allahut përulet, të jetë i thjesht, vetëm se Allahu xhalla xhelaluhu ka më ngrit. Dhe e dyta, me i kry punë njerëzve. Thot Ibn Taymija, te çështja e kryelartësisë dhe mos përulësisë, thot el mutakabbiru kal waqifi ala al jabal, yara an-nasa sigharan wa yarawnahu saghiran. Thot kryelarti, shembulli i kryelartit është kur shembulli i njeriu i cili është në kodër. Ai shef njerëzit të vegjël, ama edhe njerëzit shohin ata të vogël. Kështu është kryelarti. I shef njerëzit, kum qollu këtu pare, sa më shka me bo. Ku shko kësi cilësi? Edhe krejt tjetë e shofin, lejve se kisa kur gjo. Lejve se kisa shkur gjo. Lejve se autobus kësha prit me këta. Pse? I me të imi thotë, cykur njerit që janë kodër. A i pilar i shef njerëzit të vegjli, edhe ata e shofin këtë vogël. Kështu është kryelarti dhe e kundërta është ma të cili për ullet dhe është i thjesht për hir të Allahu subhanahu wa ta'ala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu an-nasi ila Allahi anfa'uhum lin-nas. Njeriu më i mirë te Allahu është ai i cili është më i dobishëm për njeriu. Ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kush e preokupon vetën me asos një punë, vllaut vet, Allahu ja sos punën atina. Allahu ja sos punën atina. Të tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që dal me një vllaun tim, t'ja kryen një punë prej punëve obligimet që ai ka, është më e dashur për mua sa e bëj itikaf një muaj në këtë xhami. Në xhamin e pejgamberit sa një muaj itikaf më bë. Sa namaze, sa duaja, sa ibadeti bota aty. Me dal me ja kryen një punë njeriu. Te Allahu më i miri, ama vallahi edhe te njerëz është më i miri. Ai i cili është i qasshëm, ai tek i cili kanë qasje njerëzit për problemet, punë, defekte, çka i kanë këtë dunjë, dhe mundohet me ja kry punë njerëzve, kjo është më i miri te Allahu dhe më i miri te njerëzit. Kjo është rregull. Mbajeni mend, dy gjana ngrisin njeriu. Thjeshtësia dhe me ja kry punë të tjerëve. Dhe dy gjana tjera e largojnë belan, problemin, ajo është sadakaja dhe mbajtja e lidhjeve fare fisnore. Nuk ndodh që njeriu të mindon në një belan, në një problem, e ajo nuk i ndodh për diçka tjetër jashtë se për shkak mëkateve. Tha Allah, gjithçka që ju godet juve për të këqijave është për shkak asaj që keni vepruar vetë. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Është shpërnda fesadi, çrregullimi në për qytete dhe fshatra për shkak asaj që kanë vepruar durët e njerëzve. Lidhjet farafisnore dhe sadakaja janë dy prej adhurimeve shumë të mëdha me të cilat njeriu pastrohet prej gjunaheve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadakaja e shuk e fik e largon gjunahin qysh e fik uji zjarmin. Qysh e fik uji zjarmin. Thot Ibn Qayyimin,
li sadaqati ta'thirun ajibun fi daf'i anwa'il bala'i walau kana min fajirin. Thotë Ibn Qayyim, Allah më shiroft, sadakaja ka ndikim maramenc për largimin e belas, problemit, edhe në qofë se ndodhë prej një fajirit, një liu prisht, musliman po i prisht, gjunaqarit, i tallavet, i zallavet krejt, edhe në qofë se a i jep sadaka, për më largu belan, Allah e largon, dhe ka ndikim maramenc. Lusim Allahun që Allah në falë më vëtët tonë. Dy gjana e largojnë belan, sadakaja edhe lidhjet farefisnore. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.